Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an thot: "Qul in kuntum tuhibbun Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Thuaj ju besimtarve o Muhammed, thuaj, nëse ju e doni Allahun, nëse ju o besimtar e doni Allahun, atëherë më ndiqni mua, ndiqeni synetin dhe traditën time, që Allahu t'ju do juve. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar xhamatlinj, gjëja më e madhe dhe më e rëndësishme që njeriu mund të arrijë është dashuria e Allahut. Që Allahu ta doj atë njeri, që krijuesi i gjithësisë ta do atë besimtar. Dashuria e Allahut është dhurata më e madhe që ai u jep besimtarve, edhe pse ai nuk ka nevojë për ta. Atë që e do Allahu, ja lehtëson çdo vështirësi, ja hap rrugët dhe i bën zemrat e njerëzve ta duan dhe të afrohen tek ai. A arrihet kjo, a mund ta arrijë besimtari dashurinë e Allahut? Dhe a ka sebepe dhe shkaqe që duhet të i përmbushin për të arritur atë? Dashuria e Allahut arrihet me ndihmën e tij nëse i plotësojmë kushtet dhe shkaqet. Prandaj, dëgjoni me vëmendje dhe veproni këto që i dëgjoni. Kush vepron sipas këtyre shkaqeve ashtu siç kërkohet, do ta fitoj dashurinë e Allahut me lejen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Shkaku i parë është ndjekja e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Ndjekja dhe bindja ndaj tij në atë që ka sjell nga shpallja e Allahut. Ndjekja e synetit dhe traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa më shumë që besimtari e ndjek Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam, aq më shumë i afrohet dashurisë Allahut lartësuar. Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an thot: "Qul in kuntum tuhibbun Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Thuaj ju besimtarve o Muhammed, thuaj, nëse ju e doni Allahun, nëse ju o besimtar e doni Allahun, atëherë më ndiqni mua, ndiqeni synetin dhe traditën time, që Allahu t'ju do juve. Nëse dëshironi që Allahu t'ju do juve dhe ju ta arrini që Allahu me ju dasht, atëherë më ndiqni mua, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra, dashuria Allahut fitohet duke ndjekur Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam në fjalë dhe në vepra. Kush e realizon këtë, do ta fitoj dashurinë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Shkaku i dytë është bërja e adhurimeve vullnetare, nafile, duke u kujdesur padyshim vazhdimisht ndaj farzeve, ndaj obligimeve që i kemi ndaj Allahut azza wa jall. Me këtë inshallah e fiton dashurinë e Allahut. Dëshmi për këtë kemi hadithin ku Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam thot se Allahu azza wa jall ka thënë: "Robi im
Allahu po thot, robi im nuk afrohet tek unë me diçka më të dashur për mua se sa me farzet, se sa me ato që ja kam obliguar. Pra më shumë ti që të afron tek Allahu, janë farzet, janë 5 kohët e namazit, është agjerimi i Ramazanit, është dhënia e zeqatit, është haxhi. Pastaj vazhdon hadithi e thot, dhe robi im vazhdon të afrohet tek unë me vepra vullnetare derisa unë ta dua atë. Pra pas farzeve të bëhen synetet e lidhura me namazin për shemb, apo namazi i natës, namazet nafile, agjerimi i 6 ditëve të Shewalit, agjerimi i ditës Hanë Tejte e të tjera, dhënia e sadakave vullnetare, kryerja e umrës, e haxhit të 2 dhe të 3 kush ka mundësi. Pra me këto, robi vazhdon të afrohet tek Allahu Azza wa Jall derisa ta arrijë dashninë e Allahut subhanahu wa taala. Shkaku i tretë, përmendja e shumt dhe e shpesht e Allahut e bën që Allahu ta do robin e tij. Përmendja më e bukur dhe më e madhe e Allahut është leximi i Kur'anit me meditim. Përmendja më e mirë që mund ta bësh Allahut është leximi i fjalëve të tij. Transmetohet nga Aisha radiallahu anha se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e dërgoi një sahabi në një ekspedit. Dhe ai kur u printe shokëve të tij në namaz, gjithmonë e përfundonte leximin me surën El-Ikhlas, me surën Qul huwallahu ahad. Çdo namaz me za e lexonte edhe surën El-Ikhlas. Kur u kthyn, i treguan pejgamberit alayhi salatu wasalam për këtë veprim. A është në rregull kjo? Pastaj e pyetën pejgamberi alayhi salatu wasalam, po ju thot këtyne, pyetni pse e bën këtë? Pse e lexon çdo herë surën El-Ikhlas apo Qul huwallahu ahad? Kur e pyetën atë sahabi, ai tha, sepse në këtë sure përshkruan cilësitë e të gjithëmëshirshmit, përshkruan cilësitë e Allahut, dhe unë e dua këtë lexim. Unë e dua leximin e kësaj sure. Atëherë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tha, njoftojeni atë njeri se Allahu e do atë. Ai e do fjalën e Allahut, i do surët e Kur'anit, e do surën El-Ikhlas, e do surën që i përmend cilësitë e Allahut. Shkaku i kësaj e bën që Allahu Azza wa Jall ta do atë njeri atë besimtar. Prandaj, lexoni Kur'an dhe meditoni ajetet e tij. Leximin e Kur'anit bëjeni të përditshëm, ju që doni të arrini dashurinë e Allahut subhanahu wa taala. Një prej të parëve ka thënë, nëse dëshiron ta dish se çfarë vlere ke tek Allahu, nëse ti dhe çdo kush prej nesh dëshiron ta dish se çfarë vlere ke te Allahu, shiko çfarë vlere ka Kur'ani në jetën tënde. Shiqoje lidhjen tënde me Kur'anin. Shiqoje se sa je i preokupuar me leximin e fjalëve të Allahut, do ta dish se çfarë vlere ke te Allahu Azza wa Jall. Shkaku i katërt është dashnia për hir të Allahut. Ta duam njëri tjetrin për hir të Allahut, jo për ndonjë interes të kësaj bote. Kjo e bën që Allahu ta do robin e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, se Allahu i lartësuar ka thënë, dashuria ime është bërë e detyrueshme për ata që duhen për hirtimin. Allahu po thot, dashuria ime është bërë e detyrueshme për ata që duhen për hirtimin, që ata e duan për hir të Allahut njëri tjetrin. Për ata që ulen bashk
për ta qajt një hall për hirtimin, për ata që vizitojnë njëri tjetrin për hirtimin, dhe për ata që ndihmojnë njëri tjetrin për hirtimin. Dashuria e pastër, e sinqert, pa interes, i afron njerëzit me Zotin e tyre. Shkaku i pest, shërbimi i njerëzve dhe mirësia ndaj tyre. Allahu Azza wa Jall ka urdhëruar të u bëjmë mirë të tjerëve në shumë ajete dhe ka nxitur vazhdimisht për ta. Ai ka thënë: "Wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin", bëni mirë, bëni sa të mundni mirë, sepse Allahu i do bamirësit. Një njeri e pyeti Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam: "O i dërguari i Allahut, cilët njerëz janë më të dashur tek Allahu?" Një sahabi shkoi te pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe i tha: "Ja Rasulullah, cilët njerëz janë më të dashur tek Allahu?" Pejgamberi alayhi salatu wasalam tha: "Ahabbu an-nasi ila Allah anfa'uhum lin-nas." Njerëzit më të dashur tek Allahu janë ata që janë më të dobishëm për njerëzit, për ata që u ndihmojnë të tjerëve. Bëhuni njerëz të dobishëm për të tjerët, ndihmoni nevojtarët, lehtësoni hallet e njerëzve, buzëqeshni në fytyrat e tyre dhe qëndroni afër tyre kur ata janë keq. Çdo mirësi që i bëhet një robit të Allahut është një hap drejt fitimit të dashurisë Allahut. Çdo ndihmë që ja bën të tjerëve është një hap që ja afrohesh dashurisë Allahut subhanahu wa taala. Shkaku i gjashtë që sjell dashninë e Allahut dhe i fundit që po e përmendim sot është devotshmëria ndaj Allahut dhe ndjenja e vazhdueshme se Allahu të sheh. Ta ndjesh në çdo moment se Allahu Azza wa Jall të sheh, të dëgjon dhe e di se çfarë vepron, si në fshehtësi ashtu edhe në publik. Allah subhanahu wa ta'ala ka thënë: "Kush e përmbush besën e tij, kush i kryen urdhrat e Allahut dhe ruhet nga gjunahet, ai bëhet i devotshëm e Allahu, i do të devotshmit." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Inna Allaha yuhibbul 'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafi." Allahu e do robin e devotshëm. Allahu e do robin e devotshëm, të përpikt në zbatimin e urdhrave të Allahut, që është i pasur, por nuk kërkon të dallohet para njerëzve. Pra nuk krenohet me pasurinë që Allahu Azza wa Jalla ka dhënë. I përmenda shkurtimisht disa prej shkaqeve që e sjellin dashurinë e Allahut. Ai që kujdeset për to dhe largohet nga gjërat që e zemrojnë Allahun, do ta fitojë dashninë e Allahut dhe kënaqësinë e tij. Allahu na bëft dobi në ato që dëgjuam dhe na dhasht mundësi të veprojmë sipas tyre. Aqulu ma tasma'una wastaghfirullaha li wa lakum.